Irani nisi një javë ceremonish masive martore për Ajatollahun Ali Khamenei, udhëheqësin suprem të Iranit, që vdiqi në ditën e parë të sulmeve amerikano-izraelite në fillim të luftës. Mira vajtues që mbanin flamuj të kuq, një simboli lidhur me thirrjet për hakmarrje, u mblodh në oborrin e xhamisë së madhe të Teheranit, para mbërritjes së arkivolit të Khameneit, duke brohuritur "Vdekja e Amerikës" dhe "Hakmarrje". Ceremonia përfaqëson fazën e parë të një programi shumëditor të përgatitur nga autoritetet qeveritare për funeralin dhe varrimin e Khameneit dhe disa anëtarëve të familjes së tij. Dhëndrit të tij Mesbah Olhoda Bagheri, vajzës së tij të madhe, Seideh Bosra Hossein Khamenei, gruas së tij Zahra Haad Adel dhe mbesës së tij Zahra Mohammadi Golpaigan. Sipas autoriteteve iraniane, pas ceremonisë dhe lutjeve, funerali do të mbahet me 6 korrik. Shërbimet e mëtejshme martore do të mbahen të martën me 7 korrik në qytetin e shenjtë të Qomit dhe më 8 korrik ato do të zhvendosen në Irak, në qytetet shite të Najafit dhe Kerbalas. Sipas transmetuesit iranian Press TV, kjo ditë u shtua pas kërkesave të përsëritura nga fiset, studiuesit, elitat dhe figurat politike dhe fetare irakiane.